E kuptoj se do iki. Hello, sa ko pa u parë. Në fakt, kam bërë mungesë një javë, por që kjo mungesa më duhej ta bëja për arsye që unë të merrja pak kohë për veten time, meqense fillova dhe palestrën, e fillova me personal trainer edhe më donte fokusin kryesor. Java e parë është normalisht e lodhshme edhe thash, po ja pak vetes kohë, mos të mundon duke i bërë gjitha dhe duke u sforcuar në maksimum dhe unë mos ja dal deri në fund të javës, edhe ndaj vendosa që mos të bëj asnjë video se po lëviz. Por ja ku jemi sot është shtunë dhe meqense unë po bësha gati dhe nuk kam asnjëri rrotull, pra pekin kryesisht, po bëj një video ndërkohë që unë bëj dhe make-upin, se do ikin në Tiranë sot, kemi disa takime për të bërë, edhe flasim në gjë se kemi humbur fare. Si që thash, kam njësur palestrën, e kam njësur tek Siluet me një vajzë që po më ndjek, e kam njësur 4 herë në javë, që në 8, pra orarin e personal e kam lënë në orën 8. Që do thot, unë duhet të zgjohem minimalisht 7 qerek, 7:30 që të bëm gati, pavarësisht se gjërat i le gati që në darkë, edhe zgjohem, dal shpejt, i le të gjithë në gjumë, do të thënë, Rogerti zgjohet njëkohësisht me mua, sepse bë gati Rojen për shkollë, e dërgon, edhe pjesa tjetër është ende në gjumë. Edhe thash, po e nis palestrën dhe po e nis para dite kur çdo njeri po flet dhe nuk i bie telefonit. Do të thënë, nuk është se po flet, por që e di që është ky mëngjesi dhe unë e kam më të lirë, do të thënë, mund ta nis ditën edhe nga ora 10 e mbrapa, siç e bëja më përpara. Pra nuk pengoj gjërat e mia, përveç se do marr pak kohë nga ajo koha që unë kaloj me bekin, por më duhet ta bëj tani. Nëse nuk e bëj dot tani, nuk do e bëj kurrë. Kështu që para verës do rrezikojmë pak, se do zgjatet dita dhe do kalojmë më tepër kohë mbas dite me bekin, do dalim në kënd lojrash, pra po mundohem t'i bëj nga pak të gjitha. Sigurisht, po kujdesem me ushqimin shumë, si gjithmonë, siç kam bërë, por në fakt duhet të kujdesem 2 fish më tepër, para se të dal që shkoj në palestër, konsumoj 2 ose 3 vezë, më varet nga koha që unë kam. Pra që të paktën të marr proteinë dhe mos të jem kështu e pangrënë, të kem pak fuqi, nga që i bie shumë herë dhe unë nuk ka dot aq shumë herë, përveç se vezët. Edhe gjatë ditës duhet të konsumosh minimalisht 5 vakte, do të thënë normalisht 5 vakte, një herë në 3 orë, por shumë pak, porcione të vogla dhe ushqim të kontrolluar. Por unë kam të pamundur që të hap 5 herë në ditë. Kështu që maksimum mund të ha me gjitha ato vezët 3 herë. Nuk ja dal dot që ta bëj këtë, por do mundohem avash ta vendos veten në këto ujërat e jetës sa më healthy. Gjë e kam vendosur, thjesht janë disa momente të vogla që bëjnë ato diferenca të mëdha. Beki! Pse më more? Shikoj se ka marrë një produkt. Do bëj vetë një pjesë. Edhe kështu, plus që kjo koha e keqe mua më ndikon shumë, nuk është se më thënë bëj ato punët, por që nuk është se gjej shumë hapësirë që të jem kështu. Ja, sot e shkoj mirë për shembull dhe unë jam këtu me juve. Më ndikon shumë koha. Moti më shi, do të thënë macaron. Urojmë që të filloj edhe mos të ketë mashira, po vetëm kohë ditë të bukura si kjo e sotmja. Shqipëria ta ofron këtë luksin, pra nëse dje ishte duke rënë shumë shi dhe shumë ftohtë, sot është diell dhe ditë shumë e bukur. Pavarësisht është ende ftohtë, por që nuk ngjan nga dita ditët. E kemi këtë fatin. Kështu që
Mora kohë dhe ju kërkoj ndjes që nuk kam qenë aktive, por ndonjëherë duhet ta bëj për të mirën time. Bravo mami, faleminderit shumë gocë mirë. Jo këto, s'ka më këto. Mi ke prish gjitha make-upet, e di këto ti? Apo se din? Zgjoj që ta bëj sot crossfitin, duke qenë se është më bosh palestra, më qetësi, është shumë i lodhshëm, më lodha shumë. Mbas palestre kisha lënë orarin që të kreja flokët. Piva një kafe me Rogertin shpejt, se pastaj gjithë ditën nuk do shihemi sot, si kemi të dy aktivitetet e ndryshme dhe nuk do jemi bashk. Edhe kreja flokët, erdhën në shtëpi, tani do bëj një kafë në shtëpi dhe do dal. Se po më pret dhe Ambra, se do dalim për punë. Kemi një do takim për punë. Po bie dhe telefoni, por nuk po e ngri se çfarë do them. Jam shumë mbrapa. Por tani kështu është kjo punë. Po mundohem mos të vesh shumë make-up, fytyrën e kam patur skandal, kam bërë dhe një trajtim dje ishte premte po. Edhe bëra një Hydra Facial. Hoqa gjitha këto pikat e zeza, e prova gjitha këto, sepse m'ishte bërë shumë keq. Qa po bërë me mama? Nesër kam një dasëm, martohet një kushëri nga ana ime, por pak i largët, do të thënë i largët, por duke qenë se prindërit e mi kanë patur gjithmonë marrëdhënie të afërta dhe jetojnë këtu në Durrës, na ftuan dhe ne. Thoja, do shkoj vetëm babi me vllajën tim, mami jo, dhe po rimendoj edhe një herë thash, derisa zë jetë mame, s'po shkoj as unë, shkoj vetëm Rogerti. Nuk e di, kam 100 pikë pyetje. Nga një anë them shkoj se Rogerti s'do jetë dhe nuk di se si do ta mbush ditën, përveç se tri në shtëpi me fëmijët, por e di që do mërzite. Ose do i kontaktoj një shoqe që të shkojnë në Tiranë takon nëse do jetë Elia nesër, marr edhe gocën dhe dalim. Të shohim se çunin e lë, rojnë e lë të mamim se vdesin të rinë bashkë, të luajnë. Mami im ja plotësoj gjitha qefet, se normalisht të shikon një herë në javë. Edhe çfarë do lloj gjëje që roji do, ajo ja realizon. Po mami, çka ka nana? Nana. Mbylli derën? Mbylli derën nana? A mami? Pse ke vesh bluzën e rojit? Ka vesh bluzën e rojit, o zotë më vdiqë. O mami, pse e veshe bluzën e rojit? Të pëlqen? Të pëlqen apo ja? Qëki? Ta mbyll? Ta mbyll unë tani? Bravo. Bravo, Beki. Prit mami, të marrë pak pudër të thatë. Edhe siç po thoja, fytyrën nuk e kam patur fare mirë, edhe nuk më shkëlqen. Sado që unë bëj make-up, nuk e di, nuk është në drejt telefonin, mama. Nuk është në gjendje më të mirë. Siç po thoja, fytyra ime, fytyra nuk është në gjendje time më të mirë, nuk është të vetën, domethënë. Mami, të lutem mos prek gjë se do më hedhësh sërish telefonin. Edhe nuk më pëlqen make-upi, kur bëj make-up nuk më ndrit po njësoj. Mbas është kjo koha më shtar shumë, zi pres verën që të nxjem pak. Edhe gjithmonë në verë make-up më pëlqen shumë, nga që edhe nxihem, edhe më rri fytyra shumë mirë. Edhe më pëlqen kur bëj make-up. Nuk e di, ky shkurti dhe janar shkurt, po edhe marsi deri diku, me zi pres të largohen, nuk e di, nuk më japi më asnjë lloj energjie. Dua, sado që unë e mbush me punën gjitha, por flasim për atë frymëzimin që të bëjmë gjëra të bukura. Kështu që me zi pres, pak të dite e shkurt hiku, se është java fundit, por do ik si do ik dhe ky shkurt. Dhe pastaj fillojnë gjërat e bukura, udhëtimet, se tani s'po më pëlqej as udhëtore, nuk e di, ku të shkoj. Nuk më pëlqen
kjo kohë ndërmjet, as ftohtë as ngrohtë. Do të thënë dua o të kaloj direkt në të ngrohtë ose në të ftohtë. Qëndrova pak me Bekin, para se të bëja make-upin, se pastaj vetëm kur të shikojmë mbas ditën e darkë, nuk e di se kur do vim, varet kur mbaroj. Tirana më merr gjithë ditën, kur shkoj në Tiranë, e planifikoj edhe e di që më shkon gjithë ditën. Punë ndi, trafiku, të përditshmën. Mbarova takimin e parë, jam këtu në Tiranë. Edhe tani është të konsumoj se u kujtova, nuk kam ngrënë akoma asgjë sot. Vetëm një gjysmë banane para se të pija kafen. Edhe këtu në makinë dalova në një kënd edhe po konsumoj ushimin tim. Jam bërë një vajzë shumë e mirë. Nuk e prish regjimin. Edhe kur jam në lëvizje nuk ka budalliqe, por ushimin tim. Tadam! Pas ka dhe ngjyrat bukura. Kemi qoftat e brabit, black beans, patatet të zira, do të thënë të pikura si kemi parasysh të trasha. Kam harruar atë mbështjelljen që është në magnet, covering mbështjelljen, thotë më. Kam bërë disa porosit të tjera tek tema, po mbaret kur më vin, disa cover që kanë atë magnetin, se kam vendosur këtu magnet të makina, si zakonisht nuk gjej parqe me këtë makinën time, ku ta vendos telefonin. Kështu që thash të bëj porosi. Kjo është snack-u i ditës. Edhe kam një supë që nuk do ta ha, në të drejtën, nuk e di se me çfarë është, po konsumoj vetëm këto. Ne jemi bërë gati, po këtu është një super rëmuaj në më vesh me Bekin. Çfarë do mama? Si zë tjera? Bej. Nuk të kënda. Ne po bënim dhe një video Get Ready With Me, por është një kaos këtu tani, se u veshëm, u zhveshëm, dy veta. Çfarë është kjo? Po ti vendos mami? Ti vendos mami? Ja, si ve mami. Wow, sa e bukur! Të pëlqejnë? Mami? Të pëlqejnë? Sa bukur? Baba. Bravo? Ba. Bravo? Becky! Po shikon të bebi në garozë dhe deshe që s'budesh edhe Becky. Qa do Becky? Tate? Tate? Becky? Tate? Tate, moj tate! Mirëmëngjesi, sot nga dita tjetër është të hënë, edhe unë nuk kam shkuar në palesër në mëngjes, e shtypa për nga dreka, duke qenë se kam filluar të nis javën shumë herë duke bërë palesër gjëra të tjera. Dhe në fakt hëna më duhet që të shkoj dhe të jem të puna, të paktën para ditën patjetër, kështu që e kam shtyrë nga dreka, se nga dreka e kam qik më të lirë. Edhe thash të bëjmë gati. Për moment nuk e kam Bekin në përkëm. Shpejt edhe të dalë të shkoj të kryj disa punë. Të punë, kemi shumë punë, më thënë, ka njësur sezoni i verës. Ka njësur që një janar, po thjesht sa vjen e bëhet dhe punohet gjatë gjithë kohës për të. Edhe du të provojmë shumë modele të reja, janë detaje, porosi, shkojnë a vinë, porosit e tipit të furnizim, dhe më thënë. Edhe kështu. Më ka rënë botoxi, dhe më thënë kam diku të 8 muaj pa e bërë. Edhe e ndjej që kam një tharje të çuditshme këtu për sy dhe nuk e di.
e sigur që kam nga botoxes, jam mësuar që të më rri shumë e tërhequr kjo këtu. Dhe tani as make-upi nuk më rri bukur, kështu që më duhet ta bëj patjetër. E bëj këtu sepse kam mimikat që e vogël, qeshja, kam patër shumë mimika. Edhe më duhet që të bëj, se okay, ka kaluar shumë kohë tani. 8 muaj, po. Nga momenti i fundit që unë e kam bërë. Përdora këtë hidratani që unë përdor gjithmonë përpara make-upit kryesisht, është super, sidomos për lëkurën tim që e kam më shumë të thatë, sidomos të periudhë, shumë të thatë. Shumë fare, nuk më pëlqen as make-upi se si më rrin. Duke vendosur dhe këtë duke e hidratuar edhe gjitha prap, nuk rrin aty ku unë dua. Edhe këtë kam përdor disa herë, kjo është e treta që ble. Më pëlqen si ka të gjitha në një, por momentalisht nuk po më rri bukur asgjë. Do thënë sado që unë vendos shtresa që të ketë highlighter, shkëlqim, hidratim të gjitha, prap kur përfundoj make-upin nuk është e make-upin që më rrinte shumë bukur para 2 muajsh. Po, para 2 muajsh, dhjetorja, nëntor më rrinte shumë bukur e make-upi që bëja. Ju kam thënë që Sinta, do të thënë nani që ne kemi, të dielën e ka pushim, edhe sot do ndroj qërqafet dhe këto, themelin, do të thënë, të hënë dhe të martë, më do të bëj themelin, duke qenë se të dielën nuk është dhe çtunën bëj gjurat për cipta se nuk do të lodhet për të dielën. Del e shfrytëzon gjithë ditën jashtë. Ka zënë shoqërinë e saj, këtej, nuk e di, mund të ketë një aplikacion që këta e gjejnë kaq shpejt rrethin. Ne kemi kaq vite mezi bëjmë një rreth shumë vogël. Këta direkt e bëjnë rrethin. E çuditshme. Ose mbase jam me pikatora aq 10 veta këtu dhe bëhen direkt. Do ketë ndonjë aplikacion e sigurt se ka shpejt, s'më merr të mendja. Po përdor dhe këtë, kjo është nga Pharmaseries, se dini se thash mirë, nuk e di sa vite ka që unë e marrë këtë. Është me SPF 50, por është me ngjyrë, pra unë e përdor dhe si mbrojtës nga dielli, por edhe si fondatin, shikojeni, është me shumë ngjyrë, dhe kur nuk dua të vendos fondatin, gjatë gjithë verës edhe në plazh unë këto përdor. Sepse fondatin nuk dua të vë, por njëkohësisht dua edhe që të dukem shumë mirë, pra lëkura të jetë e njëtrajshme. Në bardhoshat i kemi këto probleme, kemi çuka, nuk e kemi atë fytyrën ku do të bardhë njësoj, në skuqem zakonisht, nga dielli, po dhe nga brenda, dhe më thënë, nuk e di nëse e kuptoni se çfarë duhet të them. Edhe me duhet patjetër që unë të vendos diçka të tillë, edhe shqyqyr që jetojmë në këto kohë. Nuk e di, janë kohë të arta kur e mendon si ka qenë dikur make-upi, si bëhej, sa make-up e kishim. Jemi me fat nga një anë, që kemi kaq shumë mundësi dhe arrim që të bëjmë gjëra që duam, është se jo se nuk doni më përpara, vite më përpara t'i bënim gjërat që duam, por nuk kishte mundësi, vendi jonë na i ofronte. Kështu që tani me këtë periudhën, tani gati ka ardhur Sephora në Shqipëri, është shumë vajza që sjellin. Zëre se e ke aty, thjesht nuk shkon te dyqani. Plus që udhtojm shumë shpesh, edhe kemi mundësi për t'i bler shumë gjëra të mira nga një anë. Është fikse ajo jeta që shikonim nëpër filma, që i kishin të gjitha mundësi, gjitha gjërat, dyqanet, çfarë po donin të blinin, dhe ne nuk i kishim këtu në Shqipëri, normalisht e ndronim. Kështu që është po, kjo periudhë tani kemi të gjitha, s'na mungon gjë këtu në Shqipëri. Sa bukur që edhe filmat po bëhen shqiptar kaq shumë, edhe më pëlqen një gjë se jemi shumë popull mbështetës me njëri tjetrin, pavarësisht se është dhe kjo ana medaljes që vdesim të kritikojmë dhe të gjejmë gabime dhe kur një gjë është shumë e bukur, po prap e gjejmë një gabim ose një kritik për ta thënë. E kemi edhe këtë anën të medaljes, por kjo është minimaliste, duhet për të rritur më shumë.
Ama nga ana tjetër jemi shumë mbështetës, më shikoj edhe në biznesin tim, por edhe me filmat, me qenë se më kujtua filmi Luizi dhe filmat e fundit që kanë dalë të prodhuar nga vetë aktor edhe regjisor shqiptar. Pra nga një anë jemi me fat që kur mblidhemi. Nëse mi përdor beki këto make-upet i hap gjithandej, kanë marrë dhe qime, edhe kjo kishte marrë disa qime, me duhet të pastroja. Shikoj si mi ka bërë, ke frikë t'i prekësh. Dhe i them që t'mi pastroj sot Gjesinda, se herë në fundin pastrova vetë, se edhe kjo e doj qik me të thënë, kur e shikon diçka pis, nuk është se do bëhet prap nga beki nesër. Edhe kështu, nesër ka e ditëlindjen, për ato goca që e ndjekin nga, dhe më thënë që kam parë në videot e mia, sidomos në vlog mas, ose të udhëtimi që bëm me blogeret në dhjetor, nesër feston, dhe më thënë ka ditëlindjen, por do e festoj, edhe jemi gjithë gocat e stafit të ftuara, dhe jemi për darkë në bas orës 8, edhe ka konceptuar një gjë shumë të lezetshme me zi për pres. Më pëlqen kur të gjithë bëjnë ndonjë gjë për ditëlindje, është moment i bukur. Why not? Por na ka vënë një temë të vështirë me pika të bardha vetë. Temë të vështirë nga që unë i kam veshur gjitha ato me pika, edhe do më duket sikur do përsëritem kur t'i vesh. Nuk e di se çfarë do sajoj. Ai le, do të vras. Të ta gjejë në një gjë më thjesht, jo me pika. Kam gjithë koleksion me pika, po e kam vesh gjithën, të gjithën kam veshur. Po, që të bëjmë, të veshëm prapë. është i bukur si koleksion, por unë e kam këtë që kur vesh nga 2 herë, si kam vesh gati nga 2 herë gjitha. Edhe të zezat, edhe të bardha, të gjitha. Shikoj një pak sa fix është kjo, kam shumë kohë që e kam, por është fix nuanca që unë dua. Kam gjitha ato bronzera, po thoja, kam gjitha ato bronzera të tjerë, pa fund, të filluar nga Chanel e Too Faced dhe më radhë, prapë si që më rri kjo këtu, nuk më rri asë një tjetër. Edhe unë gati kisha harruar që i kam, edhe kur po sistemoja një ditë, dhe i shoh që i kisha aty thash, hajde këtu. Duhet ta përdor. Kjo është blashi, e kam marrë vjet në Itali, po më pëlqen shumë. Kam marrë dhe highlightin e kësaj, fiksi kjo, po nuk më pëlqen shumë, kurse kjo po. Është fix ngjyra që dua, është kremoze dhe më shpërshtatur vërtet shumë. Besoj e dini këtë W-n, për goca që jetojnë në Itali, po dhe juve që lëvizni. Nuk ka gjëra të shtrenjta, ka gjëra me çmime të arsyeshme, madje sa herë janë futur, ka dhe ofertë, do të thënë nëse blen një tjetër e keni parasysh. Edhe më pëlqen shumë, në rast që do më jepet mundësia që të ndaloj prapë te ky dyqani kur të lëviz në Itali, do marr ndonjë gjë tjetër se më ka pëlqyer. Tani jo të gjitha që mora më ka pëlqyer, se po ta marr edhe një blush, powder blush, pra të thatë, nuk më pëlqeu. Okej, jam kthyer te zyra të puna, edhe përfundova palestrën për sot, dhe tani jam te zyra, të mbaroj disa gjëra, kam marrë direkt, kam bërë bukë se isha duke vdek, nuk e keni idenë, se s'kam bërë asgjë sot, ola në mëngjes vetëm me 2 kokra bez që i ha në mëngjes çdo ditë, të paktën marr atë proteinën. Edhe erdha këtu, dhe pse është pak vonë, ka shkuar 5 i qerek, ne jemi duke marrë me një porosi që e kishim shumë urgjente, po bëjmë disa uniforma të një spaje dhe duheshin patjetër sot, por na thanë në moment fundi, kështu që edhe ne po mundohemi t'i ndihmojmë dhe të bëjmë të pamundurën që si t'ja përgatisim, t'ja bëjmë gati dhe t'ja unisim, që të mbarojnë se kishim për bërë edhe një intro, më duket, për ambient, diçka tjetër. Edhe vazhdojmë të jemi punë, do të thënë një pjesë nga punonjësit. Më duhet të mbyll disa gjëra, shikoj edhe pak planerin tim. Ky është planeri më i mirë ever. E kam marrë tek Zara Home në shtator dhe më ka ndihmuar
të mërsi shumë, pasi ka shumë të detajuara, ka fix kalendarin dhe pas kalendarit ka faqe bosh dhe ka që thjesht ka që pasik me duhet për ta patur këtu dhe për t'i parë dhe për të ndarë gjitha punën që kam për të bërë në vazhdim. Edhe kam lënë disa gjëra sot me pikpyetje për sot që t'i jepja përfundimin, disa bashkëpunime gjëra që tani më duhet të shikoj pak se si kam ditët, si kam gjërat, kohët. Këtë do? Këtë don? E do? Po? Këtë marrim? Këtë marrim? O do ngërtë për ty. Këtë do marrim? A, mami? Atë do ti? E sigurt? Pa shiko një herë, mos pëlqen ndonjë gjë tjetër. Shiko të ato tjerat. Desenho. Delicioso. Tem que botas. Aty. Avash këtej, ma veç në të makina. Beki, këtej. Beki. Qim. Bye. A do vish? Mbarova dhe palestrën, tani jam për tek trajtimi. Kam trajtimi direkt pas palestre, dhe më thënë i lash vet që të mbaroja punën sot. Duke qenë se mbas dite kemi ditë Ljenali dhe thash t'i lej para dite gjërat që të bëhemi gati pas dite me le. Kam bërë 3 herë në javë trajtimin e baltave, balt dermakoper 30-40 minuta, 35 minuta trajtimi manual, masazhi, domethënë janë të celulitit. Kam bërë sot fix 40 minuta step. 5 minuta e bëra në fillim përpara se filloja ushtrimet me pesha dhe 35 minuta një në fund më doli shpirti, po nga një anë e di që sforcohem, por po bëj një gjë shumë të mirë për trupin tim. Kemi bërë shpinën sot e pa krahët edhe barkun. Tek pesha e krave kam pak problem, barkun menaxhushëm. U bë shumë vite që unë s'kam qenë në rregull në palesë, më thënë kam filluar, kam bërë 1 muaj, kam ndërprer 2 muaj, kam filluar, kam bë 2 javë, kam ndërprer 2 muaj. Shtatzanit edhe kam pak vështirë që unë të futem tamam atje ku isha në fillim fare para shtatzanive, që bëja aerobi vrullshëm, kisha shumë energji. Edhe muskujt i kisha në gjendje të mirë, duke qenë se muskujt tani kanë një kohë shumë të gjatë pasiv edhe shikoj që mezi i lëviz dhe kam dhimbje, por mendoj se doja dali me pak sforcë në fillim. Fillimi është shumë i vështirë gjithmonë për çdo gjë, por nuk e di. Uroj shumë që ta kaloj këtë sfidën me veten, që është ky fillimi, me thënë drejt. Po, pra, e kalon te dogana atë? Po, dhe shikosh në I fotokopjove gjitha dokumenta? Shime që në të një përësi. Shikon një përsi. E do në teke? Wow. Tani kur e në shkolla. Zemra! Prit! Mami dhe babi, unë ju dua shumë, ju kam gjallë. Zemra ime. Ngaroj! Sa i mirë. Me ngjyrat e reja besoj. Ka dosh me fut në ngjyra që blem. Në shkollë, mos të kam pas tempo.
Në fund erdhe në shtëpi nga mëngjesi që kam dalë për palestër. Nëse jam zgjuar në orën 7:15, kam bërë gati dhe kam dalë për palestër, tani jam kthyer. Si të kthejmë këtë fytyrën, që është super shumë e lodhur, në një mega fytyrë për një orë vetë, pa ndikimin e një make-up artisti ose parukere. Duhet patjetër ta bëj, sepse kemi ditëlindjen e Ailit sot. Kështu dukem unë, por me duhet të vesh brenda kotit duhet të vesh polka dots, që mendoj të shkoj me këtë dhe ta kombinoj me gjinse të bardha. Brenda të bardhës duhet të jemi. Kam bërë make-upin, e përfundova, tani do lidh flokët. E kam bërë me vaj që të më zbuten në mënyrë që unë t'i qoj nga të dua unë. Vendos pak të dry shampoo që është e verdh, që të humbas pak këtë kontrastin e të vezës, orë mos duket më keq. Ua, u bë e verdh. Zërësi kam lyrë. Sa aroma mirë. Dhe tani do t'i lidh, do t'i mbaj lart të lidhura, sepse kam bluzën e mbyllur dhe më pëlqen kur janë flokët e kapura. Thjesht unë kam disa flokë të reja këtu dhe më duke shumë keq. Sidomos kur janë të bardha duken më tepër se sa kur I kisha më para. Erdhe? Erdhi. Jo, si më bogate akoma. Pit pakten jam në kohë, kemi kohë. Nuk jam në atë videon që them u bëra vonë. Do më thënë atë momentin. Kjo I thaka, ashtë shumë, sa që edhe laku s'mban. Kam një lak dhe më të fort. Duhet të vendos atë. Gati. E kuptoj se do iki. Good morning, good morning. Kjo është e imja, kjo është e imja, kjo është e imja. Po bëjmë gati. Kam bekushen këtu, ja ku kam bekushe, bekushe. Kalla faqet me nanën. Që keni më po faqet e kështu. Edhe ne po bëhemi gati se fillimisht të shkojmë për të bërë vaksinën e Bekit. Deri tani nuk kuptoj gjë, shumë që mund ta flasim. E të vdesu. Je shumë e ëmbël për të vaksinuar e për të qarë pastaj. Do me kërcy? Ja, një moment, mami si na kap copyrighti dhe pastaj e fusim sa të flasim. Se kjo është arsye që s'flasim shumë. Jo kemi muzikë në sfond, jo kemi ulërima. Mbrëm ishte ditëlindja e Ailit, nuk e di nëse kam folë më, jo. Jemi kënaqur shumë. Ne kish marrë malli të kërcenim edhe u kthyhem, pastaj pash dhe Big Brotherin, në qënë se, po nuk e pash deri në fund se më fliej shumë, ai që tani që kam
filluar palesër gjë më herët edhe nuk e rri dot deri vonë. Po mami, ta jep mamit. Ua, po ku bëre kështu? O Beki, po sa lave faqet mama, sa lave faqet. Dhe thash tani të bëm gati, të bëj gati goca, edhe të ikem. Pastaj kam punë gjithë ditën në Tiranë, gjithë ditën e gjatë kam punë në Tiranë. No. Dhe kështu, mendoj se duhet ta mbyll diku këto vlogun. Po mos moj mami se e të mërshme ja. Se pastaj do nisim vlogun e ri, do jemi një fundjavë pak më ndryshe, vorrei të filmoja se kur jemi shumë njerëz, aty bëhet pak e vështirë situata. Por ju kam premtuar, del koha mirë, kemi YouTube, kam thënë luteni që të kemi kohë të mirë, Alta të bëj YouTube. Dhe nuk ka justifikim tjetër, sot është dita shumë e mirë me diell, o zot, jam ngritur nga dielli që binte këtu. Të vetrata ime, të dhoma, jam nuk e di shumë e lumtur që no, që avash, po na vjen pranvera, po na vjen pranvera. Flokët do t'i laj kur të kthehem, kam vendosur dhe vaj poshtje, pastaj kam vendosur llakun, por nuk po i doroj dot madhe pse më pëlqen kur i mbaj të lidhura. Thjesht nuk është dot më shumë se kaq. Unë që po e marr kaq avash, më thënë drejtë jam vonë, se derisa të vish desh dhe Bekin, bëj dhe video, iku 2 orëshe. Dhe e kam premtuar Gretit se nuk vënoj, shpejt do bëhem gati, po ta shohim. Se shoh që kemi punë, derisa të rri të vesh Bekin. Kështu. Nuk e di, nuk po më pëlqej fare make-upi këtë periudhë, lëkura fare. Si jam fare motivuar se kur nuk më ndrit fytyra. Unë dhe Beki mi bërë gati për të dalë. Kjo është veshja e Bekit, kjo është veshja ime. Taran! Edhe na thoni se si u duken veshjet tona. Votoni, na dërgoni zemra roz. Po, me qënë se Beki është vesh me roz, ta kuptojnë që e ju e keni parë këtë videon dhe ju ka pëlqyer veshja. Pra dërgoni zemër roz. Bye! Bëjmë pace? Bravo! Ikëm ne tani. Bye!